turizmi që mendoni ju tani, kë suksesi math apo jo? Se thuhet që ishtë një sukses shumë i math. Fyll, tashi të ludhem, unë tashi... Po kryesisht ndër të oligarkëve duket. Ta vazhdoj... Ja të foli ky, folës ashtu si më ke fol mua, se po ndrove nga ato që më ke thonë mua... Muhabete serioze bojnë fillim. Tashi, qofse të bëjmë i qikë humor... Jo, se shumë moraj për turizmin... Po ta bëjmë, ta këshim bo pjesën e para, burë, se shumë i rëndësishëm turizmi për me bo, tashi... Jo, më e këthejmë prapë edhe herë tjetër, po... Unë them që, po, vazhdo. Hyll, pse punojnë shqiptarët jashtë, nuk punojnë këtu? Me po tani, një... Ose më saktë, pse shqiptarët marrin komand jashtë, një autori njohur, islamolog i famshëm, Bernard Lewis, një studius i madh i islamit, mi madh i ndoshta, Bernard Lewis, thotë, e kemi në natyrën e kështu me zdeu, Turkia, për shembull tregon ai raste, siç kur Bernard Lewis, për shembull vinte ambasadori, se me britanikët shkonin mirë ata. Pjesëkohë dhe me Evropën nuk shkonin mirë, Osmanlinte me radhë. Dhe shkonte ky, dhe thoshte, vinte takim ambasadori britanik me ministrin filan, po themi, të Turqisë. Në orë 11:30 ishte takimi. 11:30 vinte ky, vinte britaniku, priste, vinte ora 12, 1, 2, nuk vinte ai në takim. Në orën 2 vinte. 2 orë me vonesë. Pse pas ka ardhur ti thosh? Ambasadorit, kam ardhur se këshim blenë në 11:30, zoti ministri, thash. Po gjithë këtë djelë, gjithë kjo ndaj, nuk e erdha unë, gjithë kjo kohë, gjithë këtë djelë, pra eshte edhe si zonë kjo gje. Dhe e spjegon në Bernard Lewisi këtë, të shembullin që solla unë, po ai del në plot përfundimet të tjera gjitha, po jemi dhe popull dembelne, se ti bën pyetje tani pse punon Perëndimi dhe këto. Këto nuk japim dot përgjigje. Po këtu ka dyta, pse punojnë jashtë? Jo. Shqiptarët pse punojnë jashtë aty, po shqiptarët. Punëtorë shumë më biles. Unë po them shqiptarë. Po shikon rushin e piqet në vend tjetër. Në vend tjetër punon ai. Shikon rushin. S'ka veç brend. Shikon rushin e piqet aty, ndërsa këtu shikon rushin dhe kalbet. Luc. Mendoj unë, a? O shu si thu ti, po ka dhe i problem tjetër. Turizmi tani, si thua ti, të gjitha mbyllim, ha? Turizmi yll ka nevoj... Se për shembull, një kolegu ynë, thoshte një gjë, dakord mo vinë shumë njerëz se të gjithë, po të gjithë prodhimet vinë për shembull nga jashtë, sidomos nga Greqia, deri mishi tjetër. Pra, turizmi do të thotë që ti bësh të gjitha këto. Ojull, dy gjona po të them. Në Shqipëri bëhet me sikur. Çdo gjë bëhet me sikur. Dakord? Të gjithë dalin dhe thonë, kjo toka u punu dhe u morën këto rendimente, kjo sera punoj dhe bëjnë 5 foto dhe i nxjerrin nëpër Facebook që kanë bërë namin. E kupton? Pra gjërat tu bëhen me sikur. Shkollat profesionale që kanë bashkit, janë turpi më i madh që mund të ekzistojë, sepse i bëjnë me sikur. Unë dola në televizor dhe thash, çdo gjë fillon nga edukimi, fillon nga shkolla. Çdo gjë. Çdo gjë fillon turizëm nga prodhimi. 2 shtyllat kryesore të turizmit nuk janë akomodimi, se kanë lekë shqiptarët i bëjnë. 2 shtyllat kryesore janë formimi dhe furnizimi, mallrat bio, mallrat shqiptare. Tashi në rast se shkollimi... Doli atje ku i duhet se për turizmin nuk do të flasë. Unë kam 1000 probleme për të ngrejë dhe do t'i ngreja me knajsin më të madhe. Po do t'i themi, do kemi. Sepse i bëj mirë Shqipërisë. Po sigurisht, do t'i themi. Ndërsa me historitë që u morëm... Por le mos i bëjnë dhe mirë, ne do t'i themi ato, çka ti do të thuash, do t'i thuash vazhdimisht, do t'i themi e të gjitha. Jo, Morill. Për shkollat, Lucek, mund të thotë? Për shkollat. Ojull, njeriu arin në një moment që thot qa do le mrapa. Dhe mjerë ati impreditori që i mungon ky idealizëm. Tashi unë ty jam duke thonë që për qa vrapojo gjithë ditën, për qa u lëras? Për të lënë një institucion, për të lënë një brend. Për të lënë një brend, sa. Dhe këta turen që gjithë qente partive turen më shajnë mu pse,
se flasë për punën, Bile edhe njeri flasë për vërtetën, turën me gjithë të vojtje që të regon, thot më shkruan njeri, nga krahu i media se është gjitha, po dashamiri stendi. Ma bjerë këtu atë. Me gjithë të vojtje, thot se pyete Lucën, e marë më marë ti, pyete Lucën, thot me gjithë të vojtje, thot a i ka shku mendja me vrando një nga administrata? Se ndodhin dhe këto vrasje të kështu? Po, më ka shku menja, thuj, më ka shku menja, jo për ja përgjigje, publikisht, më kanë kriju një problem, mu, këta kolekte mi, që para një në verë kemi qenë, në fillimin e verës, që mu kanë fillu të pa ëndrat e 97-ës me kalash më dorë. Jo administrata jo. Administrata mi ka vonu gjonat, është fatkesi që punoj me këtë administratë. E ke menduar që mund të marrësh automatikë? Po, një kolegu im, që se ka menu kur, që o shrit me mu në Tiranë, ma ka qu lojën aq keq mu, sa kam fillu të pa ëndrat e 97-ës ju. Nuk ka qenë shteti, ka qenë kolegu im. Unë them që... Nga këta që i thoni oligark ju. Si a themi emrin, tani unë mendoj që... Ja, smere me emra, unë që jam të kene bu. Tani a mundet të... Smere me emra unë. A mund të mbyllim tani, se po në vajti... A mund të isha dhonë 1 minutë për turizm? Ke 1 minutë e gjysmë dhe ti për turizmin dhe... Përsa i përket turizm? Nuk do të hapësh konflikt me Lucën në këtë... Absolut, ja. Se do të mbyllim dhe populata... Pa konflikt nuk rrinë, për ne duhemi ka i shumë se... Jo, se fle populata, po ti pa të bere mirë. Bënë të tua që duash. Problemi është për turizmin, ti bim shkurt fare vëllë. Shqipnia ka një natyrë të bukur. Unë të shi Luca i di bile si takoj, erdhën e pan fabrikën e labinotit, u habitën. Kur thejmë u habitën, kjo është e vërtet, sepse për si e ka bo atë fabrikë dhe si e ka ndërtu... E që zera muhabeti yllë, që ka 12% mund të them publikisht Rozavës, edhe është njëri u me lundur në botë, se ku do që i koma ambjente unë i ka të veta, se kemi qenë shok fëminije, më tha, legend ti ke bo lek, tha, ke bo gjithë të gjona, i thash, sa përqin do 12%, tha, 12% ja kam dhonë publikisht, për e them sështë. Nuk durojnë të të kërkojnë borgë, nuk durojnë të të modë. Pëse e thejë më borgë? E fash, 12% i ka që ti prishi. U do të hajt, pit, flej, u thoj, të bëj. Le të bëjt gjelos gjithë dënjoja, unë ja kam dhonë, nuk kam që bëj. Faleminderit shumë. Klutër. Tashi, problemi është këtu që ne kemi vend bukur. 2 Amerikanë që erdhë, gjitha këtë dhe Luca, pa dhe i pëlqeo të them... Qitë Amerikanë se mos e ke prinje pilinqin e këta? Jo, mërja, Amerikanë. Përgjene më të si. Amerikanë, po. Pilinqin e kemi kryeministrin e arshëm, pëse talësh? Nuk po, unë kush po... Se talësh me pilinqin. Nuk talë me ka bërti, nuk është keverin. Unë nuk talëm kur, ova. Lutem shumë rri serios me pilinqin. Qësë ti talësh me pilinqin, unë nuk të vi monës. Kur në botë? Kur në botë? Pilinqin është njëri serios. Kur në botë? Po dhe unë e respektoj shumë. Bile sot më mori... Sot më mori Jeniqeri, edhe Jeniqeri mori 2 herë, duhet bërë referendum të për vrasjen, po të ashton të endo bisedojmë, edhe gjitha duhet një referendum për vrasjen. Po ministër komunale, unë nuk e di, kupton, po e ka shpre. Tani, për turizmi, qërë ka, gjonat që i puni rej, duket që Shqipëria është një vend zhvillim, tha. Tirana i ka pëlqyer dhe shumë të... Vend zhvillim e që, ushqimit, po, në kuptimin e ndërtime, duket që po është një vend... Po zhvillohet, ne që s'na pëlqen shumë... Kulla thagjejo. I pëlqyen. Tirana i pëlqen, më kanë thonë dhe tjera. Ta që vinë pak ditë, disa e pëlqen apo jo? Tako, unë për 2 holandezë. Prit, ta si qa si pëlqen. Kjoja që i ranë sy, po them vetëm i... Po 3-4 ditë është kënaqësim. Ta thot erën tjetër për atë ide në shkollave që kishe ti me ndrejt. Jo, po tani s'kemi kohë. Tash jo, ajo që e shqetësoi këtë ishte flerat të për rrugë. Pra, ne shkum në jug dhe ai kishte marru sezonit, ashtë javën e fundit shtatorit, dhe plerat hapur gjithandej. Më mja, e ka lidhe me kulturën tonë. Po, tash ti, a i tha, ky restorant është shumë i bukur, shkum një restorant. Por plerat, tha? Po, kur unë shoh plerat për para, gjatë gjithë rrugës, si do të hy brënda, si do të besoj... Yll, më falë, 2 janë boshtet, të lutëm, 2 janë boshtet turizmi. Thoj 2 boshtet e të mbyllë. Për mu janë shkollimi 1 dhe prodhimi venas 2. Prodhimi vendas është shumë rëndësishëm. Më falë. Dhe emergjent. Jo prodhimi, s'ka prodhim vendas, mo. Të lutem. A je sjell nga jashtë. 95% prodhimit e ka vendas kë. Ojull. Jo ky. 100%. Jo ky. 100%. Prodhimi Lucës nuk e plotson, unë po them, gjithçka, çdo pjesa dërmuese, pjesa
Por qesin qenë e blenë klys dhe shkojnë blenë pjesa dërmuese asortimenteve. Shkojnë blenë hotelin vjen që ja bërë reklam Fevziu. Ki nuk ka fol kur Fevziu, kjo i ki pletë. Ema Fevziu tani se kemi njeriun ton tani. Kemi njeriun ton tani. Edhe i ka bërë trafik influencë. Lutem. Ta mbyllim tani, lutem. Në një bisedë në Gjermani, që ishte për gastronomin, unë kam pas ish kryetarën e Bashkisë Vlorës dhe kryetarën e Bashkisë Sarandës, që për fatin ton ka arë nga fusha jonë, nga privatët, edhe ka bo punë shumë mira në Sarandë. Dhe kam bërë një debat shumë të madh. I kam thonë këtij të Vlorës, i kam miq të dy. I kam thonë, po mirë më i kam thonë, si nuk ju vjet turp juve kryetar bashkie, i kam thonë, mos marrësh ti Rozafën në lungomaret Vlorës, ti lutesh dhe ti thush, hajde bëj një sifut që të ballafaqosh çmimet e Vlorës. Si të vjet turp ty, i kam thonë këtij të Sarandës, që nuk i gjen një vend Rozafës në lagomare të Sarandës për t'i ballafaqu. Pra jam duke të thonë, këtu janë disa firma, jo Rozafa, se po morë Rozafën për shembull, po Rozafa është për detin, po janë disa firma, janë disa brende, kupton, në Shqipëri, si puna e këtij në Zadrim, ta marroj edhe kush nuk i le këta? Kush nuk i le këta? Këto pra që përmenë ndër tash. Të nderuar Qitën dhoja. Bravo. Qitën dhoja që Të nderuar teleshikues. Të nderuar teleshikues. Faleminderit shumë nëse na keni ndjekur, të fortë jeni. Gjatë shumë ishim sot. Kjo kohë gjithë gjatë. Ylli. Nëse na keni ndjekur vërtet, duhet keni qenë shumë të Do fortë. të kërkoj një nder. Ylli, e kishe për volumin apo për përmbajtjen e bisedës? Jo më është gjatë 3 orë. Jo. Bisedë gjatë se ju Ne kemi net shumë pak. ndaj ti humor zotëri. Kemi net shumë pak. Se kam për ju humor zot. Nëse po bën një autokritik, po ja fut vetes tanë. Ka filluar 20:45. Keni zoti me na drejtu ne. Jo ju. Interesant. Jo ju. Kjo muhabet. Jo ju. Apo jo syç. Po jo ju mo zotëri. Desh me na fut ne. Po qëse ti Ore ka filluar emisionin 20:45. Ne na kam ndjekje. Se ne na drejtove mirë. Unë e besoj. Nuk na le për të urraf. Po besoj plotësisht. nuk shkoj deri ke grusi, salla nuk ka herë tjetër. Po, është herën tjetër edhe mund Edhe gjë tjetër, i dhash dorën. se ky nuk është mirë, I ka dhash problem, dorën ky ka sot. problem të vogël. Raje mund të bënim I vonë. dhash dorën Arlind Qorit. Du ta them këtë batut. Thuaj. Arlind Qori është më i vërteti Nga i të të gjithë. gjithë partive treja. I vërtet është. Po të garantoja dhash dorën sot se jam tallë me te, e para. Se më talla i me mu, e para. E dyta, po të kishte qenë Lenini gjallë, do ta kisha pas Sili.